one thing that I ask of you, my Savior. It's not a stage, I know that. Lavdi për jetë. Vamo të le të pozicionojmë zemrat tona, le të hymë në praninë e Tij, me falënderim dhe adhurim në portat e Tija, në borret e Tija. Ka qenë mirë me mua dhe me ty. Hape zemrën këtë moment, pozicionoj zemrën për para Tij dhe lavdëroj Ti me buzët tënde. Lavdi për jetë. Vetëm një gjë kërkoj, të qëndroj në praninë tënde. Lavdi për jetë. Lavdi Ti, jemi tënë. Sepse Ti e jeta ime, Ti e forca ime, Ti e ripërsërirja ime. Vetëm një gjë kërkoj, o Ati im. Vetëm një gjë kërkoj, që Ti të më mbushësh me frymën tënde. Që të qëndroj në praninë tënde. Të më mbushësh me kuptueshmërinë në udhërimet tënde. Sepse rruga është e gjatë, o Ati im. Kemi nevojë të na forcosh gjunjët tonë, duar tonë të raskapitur ndoshta. Lavdi për jetë. Lavdëroj vëlla motër aty ku je. Ke një mirë arsye si ti dhe unë për ta falendëruar, lavdëruar emrin e Tij të madhërisht, shpëtimin e Tij. Veprat e duarve të Tij tregojnë në madhështinë dhe urtësinë e Tij. Hosanna Ti je mbret për jetën tua. Lavdi për jetë. Lavdi për jetë, o Ti o me. Lavdi për jetë. Lavdi për jetë. Lavdi për jetë. O Ti e mbret për jetë tua. Lavdi që na ke dhënë jetë. Lavdi që na ke dhënë rrugën. Lavdi për jetë. Gëzon vëlla dhe botë. Lavdi e Ti për jetë. Lavdi për jetë. Lavdi për jetë. Lavdi e deklaroj në emrin Tënd. Lavdi ku jetë në largësi. Lavdi jemi për jetë. Gozë të lavdëro. Gozë do deklaro një fjalën tënde. Lavdi për jetë. Lavdi për jetë, o Ati im, Jahve. Ti ke dhënë mirësinë tënde. Ti ke dhënë rrugën e shpëtimit. Ti ke dhënë rrugën e jetës. Të vërtetë që ne nuk dinim. Ishim pa shpresë, pa Zot, në këtë botën, të roburuar nga elementeve të botës, nga tradita njerëzish. Po Ti na shlirove. Na shlirove na dhe rrugën. Na hape mrekullitë e ligjit Tënd. Lavdi për jetë. Për të deklaruar lajmin e mirë të mbretërisë. Në birin Tënd Jashua Mesian. Lavdi për jetë. Nuk ka si Ti, o Ati, që Ti mbush njeriu me urtësinë Tënde, me njohurinë Tënde, me kuptueshmërinë e karakterit Tënd. Lavdi për jetë. Do ta lavdërojmë vazhdo vëlla motër. Nuk mjafton disa minuta. Ti duhet të kesh ndërgjegjësimin e zemrën tënde në këtë moment.
për ta lavdëruar, falenderuar. Nuk ka rëndësi kush është për rreth teje. Mbyllu aty në vendin tënd sekret. Shkoj një kundi dhe tregoj madhështinë e tij. Deklaroj ti me fjalët tënde, me zemrën tënde. Ke ju në praninë e tia, ke ndaluar së beri diçka tjetër në këtë moment. Se vetëm ju gjë është e nevojshme anë të ditë. Në qoftë se do dëgjosh fjalët prej tia, të lumtë do thotë, shëbëtor, i mindur dhe i bindur, që ke ecur në rrugët e mia, në urdhrimet e mia, ke pranuar birin tim, dhe sa i tregovi karakterin tim. Ti më shiro atin, dhe na fal nga shkelet e ligjit tonë, që mund të kemi kryer kundra teje. Na pastroa në emër të Jashuas, në atë emër që është përmbi çdo emër tjetër. Që ne të vim në praninë tënde, me falenderim çfarë ti ke kryer në jetën tonë. Ka një mirë arsye që neve mund të deklarojmë prej buzëve tona, ku na mbron, ku dalim jashtë, kur i brenda. Na je bukën e tavolinë, na je veshje të mbathim dhe një çadër ku të vëm kokën. Mjafton në emër të Jashuas. Mjafton o ati. Lavdi për jetë. Të falenderoj mua për mirësinë tënde. Vrihemi në mëngjes kemi frymën tënde akoma në mushkëritë tona. Kjo është më se mjaftueshme për lavdit e emrin tënd. Që ti të veprosh akoma më thellë në zemrat tona. Që ne të vazhdojmë të ecim në rrugët tënde në emër të Jashuas. Që ne të largohemi nga mishi jonë, nga dëshira jonë, nga epshet tona, nga krenarit tona, nga dukjet tona. Po të kërkoj fytyrën tënde në emër të Jashuas. Për çdo paudhësi që ka shkelur e tritanë, që ti e di, na veçove në emër të Jashuas. Të falenderoj mua në emër të Jashuas, o atë. Që ti na veçove në këto orë të fundit, na krijove sipas krijimit tënd, vullnetit tënd, dëshirës dhe kohës që ti na ke vendosur, na ke pozicionuar. Për lavdit e emrit tënd. Prandaj ne vim të marrim freskimin në praninë tënde. Vim në praninë tënde për të fuqizuar të njerëzit, për të mbushur me frymën tënde, për të fuqizuar njeriu tonë të brendshëm me anë të frymës së shenjtë, për lavdit e emrit tënd. Prandaj o atë i kërkoj o atë, që të vazhdosh të veprosh në zemrat tona, në vendjet tona, të mos na lësh hatër në paudhësitë tona, në epshet tona në emër të Jashuas o atë. Ti më shiro o atë, dhe drejto zemrat tona ndaj teje, që të bëjmë vullnetin tënde, urdhrimet tënde, të mos largohemi kurrë nga prania jote për jetën. Lavdi për jetë. Hosana, Hosana në lartësi, Hosana deklaron që ti je Zot. Hosana në lartësi, Hosana deklaron që ti je mbret. Hosana në lartësi, Hosana, Hosana, Hosana deklaron që ti je mbret. Një udhëtim personal që ti ke, një betejë personale që ti ke, një udhëtim që ti të shkosh për para pronit të ti, për ta lavdëruar, falenderuar, madhështuar emrin e ti. Adonai Yahweh që ka dhënë jetën e përjetshme në birin e tij. Dëgjo ritmën time, o El Shaddai.
Vëri veshin lutje sime, nga s'ka I tokës do të thëras. Ndoshta do të bësh rrëfimin vlla motë. Shko përpara tia. Hiroju në emër të Jashuas. Hiroju nga çdo gjë që ti do të rrëfesh në këtë moment. Ndoshta ka diçka që ti mund të bësh në këtë moment. Sepse ti ke qenë stre për mua, dhe kull e fort kundër armiku. Gjithmonë o Do ati. të banoj në tabernakullin tënë për jetë. Në atë ditë kur ti do zbresë në qytetin tënd. Strenën hien e krave të tu sela. Ndërkohë ka një shtrenjtë tani vlla motë që ti mund të marrësh. U zbanonë në shtrenjtë të plot fuqishme. Ecë në rrugët e tia, në urdhrimet e tia. Atëra I mbrohet nga ligu. Sepse ti, o El Shaddai, I ke dëgjuar zotimet e mia. Ti më ke dhënë trashëgimi, e atyre që kanë frikë ka emri yt. Ti do Do t'na zgjatësh jetën tona. dhe vitet e tona shumëse. Haj do të banoj për para El Shaddai për jetë. E të banojnë në praninë tënde për jetë. Brezat tona o atë, fëmijët tanë të ecën në urdhrimet tënde për jetë edhe tani. Ti këndoj lavde El Shaddai për jetë. Për jetë jemi tënë të madhërishëm, të lavdishëm, Për ti, shkëlqimin tënd. zotimet e mia. Të kemi devotshmërinë e neve të përmbushim neve. Betime, zotimet tona që kemi thënë për para qellit. Do na takon ne vlla motër. Jo palishmëria që shikojmë sot në kombin tonë. Jo deklarime boshe dhe citime dhe tradita njerëzish, që nuk kemi pjesë me ato gjëra. Por zemra jote pozicionohet për të mbajtur urdhrimet e tia. Adonai Yahweh që ka dhënë jetën e përjetshme. Ai që ka vendosur të mirën në jetën tënde. Ai që ka vendosur rrugën, jetën dhe shpëtimin nëpërmjet Yahshua Mesias. Të mos ecim në palishmëri, po të mbajmë urdhrimet e ligjit të tia të mira që nëpërmjet tyre njeriu do të rrojë. Lavdi emri tënd. Lavdi për jetë. Le të vazhdojmë të lavdërojmë emrin e tij, ta lartësojmë në zemrat tona, sepse kjo është një hyrje në praninë e tij. Dhe a lavdërimi është pjesë e lutjes që ti mund të bësh. Është pjesë para se të filloj lutja. Është pjesë e zanatit që ti po merr nëpërmjet fuqisë së frymës së shenjtë për të lutur, për ta lavdëruar atë, për të mësuar si të adhurosh. Dhe është një gjendje e zemrës, lavdërimi. Dhe lutja mas andaj që pason. Lavdërojeni Adonai në tempullin e ti të shenjtë. Lavdi për jetë. Lavdërojeni Haleluja. në qielin e ti të fuqishëm. Sot e lavdërojmë, kjo e sabati ti I veçuar. Dita e shenjtë që ai ka krijuar në 6 ditë dhe në ditën e 7 të pushoj. Të fuqishëm. Shumë nuk e marrin parasysh ditën e tia. Po si mund të hymë në portat e tia në atë ditë? Si mund të hymë në portat e tia, në portat e qytetit kur janë urdhrimet e ligjit të tia për të mbajtur dhe reflektuar besimin tonë. Lavdi për jetë. Lavdi për jetë. Ka motë të ti dhe unë marim frymën në mushkrit tona. Ka mirësia dhe mëshirat e tia që janë të reja zdo mëngjes. Prandaj ti duhet të lavdërosh në këtë moment. Duhet të shpërthesh në lavdërim për para tia. Si shumë po bëj në këtë moment në atë fuqisë së frymës së shenjtë. Ti të lavdërosh me buzët tënde, ti të adhurosh, ti të shpirohesh nga vetja tënde vlla motë. Lavdëroje, përtiti një këngë gëzimi. Tregoj mirësinë e tia që ka bërë në jetën tënde. Lavdi për jetë. Lavdi emri tënd o ati. Lavdi për jetë. Lavdërojeni me tinguj trumbetash. Lavdërojeni me harp dhe shytere.
lavdërojeni. Me tambur dhe vale. Lavdërojeni me instrumente, me tela dhe fyr. Çdo gjë që merr frymë. Haleluja. Lavdije më të. Haleluja. Madhështia jote, shkëlqimi jote, fuqia jote, Adonai, nuk ka të soshur. E pra të duarve tënde tregojnë lavdim tënde. Vendet ku jemi tregojnë mirësinë tënde. Që njeriu të kthehet të pendohet nga shkelit e ligjit. Dhe të besojnë në birin tënd të vërtetë. Dhe në atë ditë për të marrë jetën e përjetshme, sepse ka treguar devotshmërinë duke ecur urdhrimet tënde. Një besim i vërtetë. Dhe jo një besim i shtiru. E një zemër dhe një ndërgjegje të pastër. Në ligjin tënd të mirë, doktrinë e shëndoshë, sipas lajmit të mirë të mbretërisë që ti ke vendosur, në birin tënd në apostujt dhe që tani na është besuar neve në këtë gjeneratë. Lavdi për jetë. Haleluja, haleluja. Çdo gjë që më frymë, le ta lavdëroj Adonai. Oh, lavdi për jetë, oh, lavdi për jetë, emri të ati. Lavdi për jetë. Ti na mbush me pranin tënde, ti na fuqizon, ti do depozitoni një diçka të freskët brenda nesh. Lavdi për jetë. Ai. Haleluja, haleluja. Lavdi. Lavdi për jetë. Ai, vati sa kisha nevojë. Lavdi për jetë. Lavdi për jetë. Çdo gjë që merr frymë, le ta lavdëroj Adonai. Haleluja, haleluja. Çdo gjë që merr frymë, le ta lavdëroj Adonai. Haleluja. Tani unë kam disa orë para se të lëvizim që këtu ja, para se të ikim, se për atë një ditë e morëm, por lutem që të kem mundësi, u luta sot në mëngjes, kur u ngrita në orën 5 të mëngjesit, dola poshtë, dhe po i kërkoj atit për ato 2 orët e para, që të kem mundësinë të flas me ndonjë dhe të deklarojmë lajmin e mirë të mbretërisë së vërtetë protestantëve këtu. Kisha disa dije, ishin 2 gra aty që po bisedonin me të kaluar. Unë normal shikojnë fejket edhe e mendojnë sikur mos edhe po fillonin jo po fisi këtu, jo fisi judës atje, jo por nuk pata në një moment që të kisha biseduar dhe të flisnja, por vajtoj dhe për këtë vend, sepse shikon nuk dinin, nuk janë mësuar, normal që nuk janë mësuar, shikon moshën e re, vajzat që janë të veshur në këtë rast e behar dhe mësandaj këto janë stafi tyre që punojnë, sepse është farme e madhe, ka lopë gjithashtu, është një vend shumë i bukur, dhe si që vinë mësandaj kanë dhe guzhinën aty dhe kanë të tëra gjerat dhe dyqankat e vogla ose mbirmbajtjen apo gjera që duhen bere, por nuk tregojnë ato principet e shkrimit të rilindur, mësandaj dhe vajtoj kur i shikoj, por me hinatit do ke mundësin të flas me ndonjërin prej tyre për t'i treguar hyrje në beslidhje. Dhe për t'i treguar masandaj gjithashtu çfarë duhet të ndodhi dhe tani nuk prekin ato gjëra vëlla motër me një në kuptimin e thuash pamjen e jashtme që reflekton gjendjen e zemrës tonë, po patjetër, por njeriu duhet të rilindi fillimisht.
masandaj që të heqi mbetjet, të heqi masandaj papastërtitë, të heqi çdo veshje në këtë rast me të shkurtra, siç vishje në këtë rast në atë mënyrë dhe Bibla përcakton është lakurizi, lak të gjurit, ku zbulohet këmba. Nuk janë mësuar prej atyre që duhet të mësonin dhe për atë vajtoja dhe dije më duket duhet ishte ai, duhet ishte se thua pronari këtij vendi këtuja me të shoqen që para se të kthesha në kabina po e takova rrugës dhe e perceptova që ai mund të ishte, por në qoftë se po kisha mundësi për një moment, në qoftë se është këtu sot do t'i kërkoja zyrës aty poshtë, masandaj në qoftë se është duhet ta takoj. Nuk ka rëndësi, ju më njini, më duhet folur e vërteta, principet e shkrimit, të paktën për t'i lënë një broshurë në aty në kabinën e tij ku është, që ai të reflektojë mbi ecjen e tij dhe masandaj të jetë ndoshta një vegël me hirën e Atit, ndoshta Ati më solli, më pozicionovi këtu, sepse ai është që bën në këtë rast nuk pranon ftesat apo bën çdo aktivitet këtu është lutem Atit, sepse kur një person transformohet masandaj për të mbajtur udhëzimet e ligjit të tij, ka mesien në këtë rast e vërtetë në zemrën e tij. Jeta transformohet, masandaj dhe vendi transformohet dhe masandaj shikon çfarë mund të hyjë brenda këtu apo edhe çfarë mund të bëhet apo jo. Ja sot e sabat, normal që do hapim dyqanin poshtë masandaj apo gatimet apo gjërat nuk i dinë. Dhe dije kur po blinim diçka për fëmijët masandaj aty në dyqan ka dhe po thoshte dueli më ndonte një gjë dhe thash babi ta blejmë nesër, thashun, jo babi nuk do ta blejmë të nesër sepse nesër është sabat dhe ishte radha ishte me njerëz aty dhe imagjino tani. Atëra mosha e re, domethënë 16 vjeçë, pak a shumë dhe dëgjonin masandaj dhe me njëra e shikon vëlla motër që preken nga ndërgjegja e tyre dhe se nuk e din plotësisht kur flitet për që nuk duhen bërë disa gjëra sepse në këtë mënyrë Ati ka vendosur në sabatin e tij. Masandaj njëra prej tyre që ishte edhe si punë organizatore ose që i mbante këto vajzat që punojnë këtuja, që vinë dhe me sezone, të rinj të vinë prej mbaron shkolla dhe vinë këtuja masandaj kanë janë mësuar dhe vënë në kishat protestante, më kupton, të tyre edhe kur vjen behari masandaj mblidhen këtu dhe punojnë, masandaj dhe se duket i dhe japin një pagesë të vogël, stimulimi, por e shikojnë atë organizatore në ishte një vajzë e rritur e normal. Edhe me njërë mua më pyetje, tha, po ju nga jeni, tha, se pa thekët tek mua, tek Gjojo dhe tek Amarisi dhe menduan, tha, se mos ishim nga Izraeli, tha, sun, por, thash, unë thash jam nemi nga Shqipëria, thashun, dhe kemi eritur nga Vancouver poshtë, thash, dhe për një moment të rast me familjen, thash, një ditore dhe por në atë moment pasaj nuk po e bente do të lidhjen ajo të sajen, të shi. Nese pasaj e thirrje tjetra për të marrë porosinë dhe por lutem Ati që sot të më përdorin. Lutuni për mua mbasi të mbaroj takimin. Që Ati të veproj në këtë që thash me drejtuesin tuja, me pronarin që tuash të vendit. Dhe normal që unë do gjej mundësinë, kam akoma ato broshura këtu në anglisht për lavditë të tia, po janë disa për lavditë të tia që duhet i shpërndajmë dhe t'i lejmë këtuja të gjitha, sepse varet. Mbas 6 vjetësh unë erdha u riktheva në këtë vend, që ndoshta ju e pat foton, mos andaj që mund ta shfaqem, por e shfaqem për një. Sa larg është ajo? Sa larg është ajo jeti? Tu është 2 orë me anije vlla, fillimisht, mbas andaj merrem gjysmë ore me makinë të ardhur këtuja. Ke pasur janë 2 orë me anije që vjen këteja, kalon është ishulli Vancouverit, që s'e thosha që ishulli Vancouverit është si përfaqja e Shqipërisë.
realisht është aq sa sipërfaqja e Shqipërisë dhe pastaj ke gjysmore me makinë që vjen këtu, do të marrësh prapë një tragjet të vogël në Qerekore për të ardhur në këtë ishullin e madh, sepse mos andaj janë ishuj të mëdhenj që janë afër atij të madhit fare gjithashtu. Ke parasysh. Kështu që është një vend që vjen për të vish për shembull për festën e çadrave, por unë këtu gjende pyeta, por nuk lejonin që të vesh çadrën, veç se mund të rish në kabinë, por nuk është shkrimi në këtë rast në atë mënyrë që thotë duhet të rish në çadra, jo në kabina në reatinë. Do të rish në çadra siç u ndenjta dije par dije kur ju patë, mos ndaj edhe foto ndoshta. Ajo është çfarë ati kërkon prej nesh në urdhrimin e tij. Lavdimit të tia dhe ja një moment sa të ethi këtë foton dhe ta shikojmë së bashku se ka një domethënie shumë të madhe dhe kush ka vesh prej atyre që ishin me mua 6 vjet më përpara e kuptojnë çfarë un po flas e dinë çfarë un po flas për atë foto që përbente atë si thua miqësinë e parë, miqësinë e kaluar që 2021 isha këtu më përpara, por kupton që je i lidhur vëlla moto, kur kupton që je i lidhur, mund të çlirohesh në emër të Jashuas. Dhe për secilin që ndoshta ndjek online tani, mund të çlirohesh, Kjo është shërbesa tonë në këtë rast në YouTube, kur mund ta ndjekësh me një email në google.com, abonohesh dhe mirëpajisësh për çdo aspekt të lajmit të mirë të mbretërisë, por atë që po thesha pak më përpara ishte kjo foto që ka një domethënie shumë të madhe për mua dhe normal dhe për ata që ishin pjesë me mua që i shikon ekran. Ishin bëmë kampin e burrave në këtë rast të shërbesës së burrave në atë kohë. Unë jam këtuja, nëse më shikoni me të zezë poshtë në të majtë me bluzën që do thotë pendohet nga edhe sepse mbretëria që e vesh afër, pendohet nga shkelit e ligjit që dim tani janë. Më përpara dinim do ta flasim atë pendimin e cekët, pendimin që sot e konsiderojnë pendimin si thjesht një besim. Ti e erdhe për të besuar, jo se do të bëj një diçka, jo se do të heq një diçka, të ndaloj një së shkeluri urdhërimet e ligjit të tija që përbëjnë pendimin kur ndalojmë së shkeluri ligjit, pendimin biblik, por në këtë rast drejtuesi me këmish të kuqe, që ishte atëre me titujt e tija, në këtë rast edhe me çdo lloj mësimi më zëndaj që ati pas mëshiri që është kudo, edhe të gjithë ata që ishin me ne në atë ditë, 4, 8, 9 dhe 10 veta ishim këtu në këtë vend, për ndëjtëm atëre besoj ishim 3 ditë, nëse ndëjtëm këtuja, 3-5 ditë, por 3 ditë jo më shumë. Dhe mas andaj në të njëjtën shkallë, siç e shikoni, unë bëra foton time, dhe është ajo pikpyetja, ku janë ata të tjerët? Ku janë ata të tjerët? Ati e di ku janë dhe janë çfarë, sa prandaj shkruajta janë të lidhur nga traditat e njerëzve. Kur je i lidhur nga traditat e njerëzve, janë elementet e botës. Galatasve 4:3 janë tradita që nuk përcaktojnë urdhrimet e Atit, që neve mund të ecim në urdhrimet e Tija. Por ishim të humbur në një pjesë shumë të madhe, siç sot janë, mos andaj, bashkëdhetarët tanë në Shqipëri dhe në diasporë, të lidhur me filozofitë dhe të lidhur me urdhërime njerëzish, tradita njerëzish, me festa që Ati pas mëshirit që janë festa pagane. Ndërkohë duhet jetë urdhrimet e ligjit të Tija që përcaktojnë integritetin dhe moralin e shëndoshë që neve mund të ecim. Psalmi 119 një çfarë thotë? Të bekuar janë ata që kanë një rrugë panjollë, që ecim me ligjin e Zotit Jahve. Dhe kalojmë në para Pjetrit 1:18-19 thotë që ti duhet të kishe lënë, thonë më përpara ishim çfarë të lidhur ndaj traditave të ejtërve tanë. Por tani thotë mund të shfuqizohesh prej atyre, mund të çlidhesh prej atyre, duke marrë lajmin e mirë të mbretërisë, që Mesia Jashua erdhi për të na dhënë jetën, sepse ai eci çfarë?
pa njolla dhe ai, pa të meta, qingji pa njolla, pa të meta, thote para Pjetrit 1:19 të vargu në fund. Që zbulesa masana 22, 14, 15 përcakton hyrjen finale, duke patur besimin tek Mesia Jeshua dhe urdhrimet e ligjit të atij Jahvetot, bekuar janë ata që zbatojnë urdhrimet e tij dhe do kenë të drejtë për në druri jetë për të hyrë në portat e qytetit, sepse jashtë janë palishmëritë, janë masandaj rebelimi, sa ja 30 flet një volu, kush janë rebelet, ata që nuk duan të dëgjojnë ligjin e Zotit Jahve, thot në vargu 9, sepse rebelimi është si mëkati i magjisë dhe kokforcia është idhujtaria dhe masandaj paudhësia, thote para Samuelit 15:23. Marrin konceptet biblike, vëlla motër, që ti i merr në jetën tënde, merr fjalët kyçe, çfarë është rebelimi dhe do ta thotë shkrimi çfarë është rebelimi, do ta thotë shkrimi çfarë është mëkati, që është shkelja e ligjit. Vajtoj për persona që janë që 1, 2, 3, 4, 5, 6, të paktën vetëm këta 3 lartës si kam takuar akoma, por ta të tjerët poshtë i kanë folur, sidomos me personin që erdhi dhe merr titullin e pastorit, këtuja, me origjinë nga India, por është rritur në Kanada. Ta i kanë folur, po janë gnostika, janë filozofit, janë kalvinizmi, manipulimet të tilla, heqjen e ligjit dhe masandaj kategorizohesh sepse ecën urdhrimet e Zotit Jahve, prandaj kam shkruar në anglisht. Walking in the commandments of Yahweh. Tash për 5 vjetët e fundit dhe kanë dhënë mbështetje biblike tani për çdo vëlla motër, për çdo ecje të tyre. Ti në këtë rast që po e dëgjon, çfarë mbështetje ke të shkrimit për gjërat që ti po praktikon? Cilat janë vargjet që ti mbështet ecjen tënde? Sepse nëse ti nuk e mbështet ecjen tënde me ndonjë varg, atëre ecja jote është në palishmëri, që duhet të dalësh prej asaj gjendjes. Dhe për shpëtimin tënd, përse po mundohemi për të folur disa gjëra këtu? Për të treguar që jemi më mirë se dikush tjetër, që jemi plur përpara tij? Vendosëm ti, vëlla motër, që jemi këtu neve në asamble, ti vendose të mos shkelësh ligjin e tij. Dhe kuptove që Mesia Jeshua nuk e bëri këtë, atëherë do ndjek të vërtetin. Është shumë e thjeshtë. Por ju siç e bën të tjetri, më thëndaj Juda 1, 2. Ja, paqja dhe hiri u shtoftë dhe kaq. Po si do shtohet? Si do shtohet? Duke ecur në palishmëri, duke shkelur sabatin sot, duke shkelur festat e tija biblike, te Levitiku 23, ashtu shtohet hiri dhe paqja dhe dashuria në zemrat tona, sepse kështu e bente dhe më thëndaj, dhe Rimini, që nga Italia. Tha, unë nuk shikoj, tha, Romakëve 8, tha, unë nuk shikoj, tha, këtu, tha, nuk ke ndonjë festë biblike, tha, që ti po më thua. Ku janë festat biblike? Nuk janë në ligjin e tija? Po, Levitiku 23 është ligji i tija. Okej, masandaj, në Romakëve 8 çfarë thotë? Që mendja mishore nuk i nënshtrohet ligjit të Zotit Jahve. Është shumë e thjeshtë. Shumë e thjeshtë për ty, Beni. Është shumë e thjeshtë. Sepse emrat përmenden që ti të dalësh nga palishmëria që je i lidhur prej traditave të njerëzve, çfarë po praktikon ti? Çfarë po e mëson në këtë rast gruas tënde apo familjes apo që vuaj për gjendje dhe që je? Që ajo ka një kuptueshmëri dhe ajo gjendje ku çfarë ndodhesh? Që unë vajtoj për atë gjendje. Dhe për atë gjendje që gjendja e tillë mund të marri dritën dhe shërimin. Mund të marri. Por unë vajtova që në fjerë kur u afruam për atë tjetër. Për deklarimet që po bëje në atë lutje. Nësa ja munduar si ty dhe shumë të tjerve për të thënë që pendoni nga shkelit e ligjit se po mbani festat pagane, po ecni në tradita njerëzish, në anullimet e ligjit, që atë Jahve nuk kanë folur në atë mënyrë, që mjafton të shikosh Isaia 51. Mesia Jeshua do vi të gjykoj botën me anë të ligjit. Sepse është ligji moral që ti dhe unë jemi në këtë rast
influencuar në një mënyrë apo në një tjetër, ka autoritet, thot Romakëve 7:1. Mbi njeriu, ka autoritet mbi njeriu ligji i Atit Jahue, mbi njeriu derisa i rron.